urrëtie përkombet ndaj ata që i vendosin shtetet në funksion të drogës meritojnë një luftë të madhe të një aleance ndërkombëtare kundër tyre. Ta do të mbajnë mend si qeveria që mboi dy gjëra në këtë republikë, mboi drogë dhe mboi frikë. Ndaj, duhet ta presim nga rrënjët. Edi Rama. Më fort, më fort. Ai që në këtë bulevard ndërtoj një tënd me 5 yje për një kazus shumë më të thjeshtë se sa është sot, për hap kutit ose largohu, erën e kaluar kur ju ikët nga ky shesh, dërgoj tapor me policë që një pjesë e tyre janë zgjatimet krimit dhe dhunoj, arrestoj, shoqëroj, dhunshëm 13 qytetar të lirë, ndër të cilët unë do t'i përmend, e gjithë bashkë do themi emrat: Ergys Vanaj, Eli Gertima, Alfred Matoshi, Edison Aklaj, 4 qytetarë që pasi e mundën në shesh e hodhën tuq edhe në gjykat, pasi arrestimet u shpallën të paligjshme. Ndaj sot jemi këtu për të dëshmuar se ne nuk kemi frikë. Mbrëmjen e 4 janarit, pasi arrestoi djemt dhe vajzat më të zellshëm të kësaj proteste, duke më gjetur vetëm në shesh, synuan të më dhunonin, më dërguan në spitale, pastaj më çonin njerëz për të më thënë të riqu se nuk e vazhdon dot më gjasme me të mirë. Vazhduam, po vazhdojmë, do të vazhdojmë. Sepse kjo, prindrit tanë, motra tona, vëllezërit tanë, nuk është më çështje zgjedhje, kjo është detyrim përcaktim. Ne o do heqim të klasë politike, o do largohemi që të gjithë, nuk ka rrugë të mesme. Edhe njerë, përshëndetjen, Edi Rama. Edi Rama. Frika është ushqimi i autokratëve. Popull që kanë frikë bjen në autokraci. Popull që kanë frikë bjen në diktaturë. Ndaj ne jemi këtu si dëshmi e faktit. Ne nuk të kemi frikë. Ne nuk të kemi frikë. Ne nuk të kemi frikë. Frikë për çfarë? Frikë përse? Frikë se ata vjedhin dhe ne përmbytemi në shtëpitë tona e pastaj udhim se të shpallin gjendjen e fatkeqësisë natyrore për të na dëmshpërbyer fermerët dhe plektorët. Frikë përse? Frikë për çfarë? Që ne shkojmë në spital dhe gjejmë që mungojnë ilaçet, ndërkohë që këta pinë verë nga 33.000 euro, apo që blejnë çokolata nga 10 milion euro. Frikë përse? Frikë për çfarë? Që fëmijët tanë, vëllezërit tanë, të afërmit tanë, ikin nga ky vend se nuk e përballojnë dot jetën
në këtë korupcionet pa të ti. Frikë përse? Frikë për çfarë? Për të ndalur, për bau atyre që na vjedhin, për të thënë të vërtetën. Jeni hajdut! Në këto 12 vite, Edi Rama dhe banda që drejton kanë menaxhuar më shumë se 80 miliard euro. Po, më shumë se 80 miliard euro. Më thoni një spital rajonal që kanë bërë si duhet. Më thoni se kanë bërë si duhet arsimin. Më thoni se kanë bërë si duhet rrogët. Më thoni se kanë ndryshuar realitetin në këtë vend. Ku shkuan 80 miliard euro? Ata pritën që me dhunën barbare të 4 janarit ne të iknim. Ata pritën që me shiun mbi kryet tona në këto 2 javë ne të iknim. Ata pritën që i ftohti këti janari në 0 të na bënde të iknim. Por ne nuk mund të ikim nga një betejë pa kthim, betejë për demokratizimin e ateut. Edi Rama! Më fort! Si shna vjedhin fort, ashtu të jani fort. Edi Rama! Kam një thirrje për çdo njeri të lirë të këtij vendi që e quan veten opozitar. Mos e harroni, njerëzit nuk gjykohen nga fjalët, gjykohen nga veprat. Është koha për ateun dhe jo për partin. Është koha për Shqipërinë, nëse është për ballëtutën.